Tirana ka mirëpritur forumin më të madh të investimeve Shqipëri-Turqi 2025, një ndër ngjarjet ekonomike më të rëndësishme të vitit, i cili organizohet nga Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve në bashkëpunim me Musiad Albania në ambientet e Pallatit të Kongreseve. Kryeministri Edi Rama u shpreh se të dy vendet janë si dy duar që duartrokasin së bashku historinë e një misie që nuk një kthesa, një partneritet që forcohet çdo ditë dhe një horizont që hapet gjithnjë më shumë para nesh. 10 vjet më parë me presidentin Recep Tayyip Erdogan vum një objektiv të thjeshtë, të dyfishonim shkëmbimet tona tregtare. Sot kemi shkuar përtej, nga 250 milion euro në mbi 1 miliard vetëm në 9 muajt e parë të këtij viti, nga 300 sipërmarrje me kapital turk në mbi 1000 sot, nga disa qindra punonjës në 15.000 të tillë që punojnë në sipërmarrjet turke në vendin tonë. Por çka vlen më shumë se numrat është fryma, është dëshira, është sensi i përkatësisë në këtë misi që kanë ndërtuar këtë lidhje. Një frym besimi, një frym respekti, një frym bashkëpunimi që prodhon rezultat. Shqipëria sot nuk është më ishulli mbyllur që dikur e përshkruanin. Shqipëria sot është një vend i hapur, një ishull i bukur mundësish, një ishull ku mund të shumëfishosh investimin tënd, dhe jo në shumë, por në pak vite. Me taksa fare të ulta, me energji të gjelbër, me një turizëm në rritje, me teknologji që zhvillohet për ditë dhe me një treg që e pret krahapur sipërmarrjen turke. Vetëm këtë vit, 300.000 turistë nga Turqia zgjodhen Shqipërinë. Kjo është e jashtëzakonshme, po të mendosh se jo shumë vite më parë ata numëroheshin me gishtat e dorës. Oreksi vjen duke ngrënë, thot përsëri një fjalë që e kemi të përbashkët. Ndaj ejani të punojmë bashkë për suksesin, ta rrokim atë dhe ta shijojmë bashkarisht. Gjatë fjalës së saj, ministri Aballuku u shpreh se Shqipëria nuk është thjesht një destinacion plazhi, por është kthyer në një destinacion biznesi për investitorët e huaj. Partneriteti mes Shqipërisë dhe Turqisë është ndërtuar mbi besimin e ndërsjellë dhe vizionin e përbashkët për zhvillim dhe stabilitet në rajon. Sot jam këtu për të forcuar më tej këto ura bashkëpunimi, për të eksploruar mundësi të reja, investime dhe për t'i dhënë një impuls të ri marrëdhënieve tona ekonomike. Arsyet përse një sipërmarrje turke duhet të vijë për të investuar në Shqipëri, pa dashur që ta blasfemoj historinë me këtë krahasim timin, nuk ka ndryshuar shumë nga arsyet përse Bayaziti, Murati apo Mehmet Fatih donin të instaloheshin në Shqipëri. Shqipëria ka një treg dinamik që sjell me vete avantazhe të pakrahasueshme për të gjithë ata që investojnë parat në këto 28.000 kilometra katror. Fokusi i forumit do të jetë në 4 sektorët strategjik me potencial të lartë zhvillimi, përkatësisht ndërtimi, teknologjia e informacionit dhe komunikimit, turizmi dhe bujqësia, së bashku me industrinë ushqimore.